Transparenca për financimin e partive është një nga boshllëqet që ka sistemi ynë aktual. Kjo u vu në dukje nga ambasadori i BE, Silvio Gonzato, dhe kryekomisioneri Ilirian Celibashi. Në konferencën e organizuar pikërisht për këtë çështje, përfaqësuesi i Unionit në Shqipëri u shpreh se nëse kjo nuk do të realizohet, atëherë reforma zgjedhore e ardhshme do të ishte e pabesueshme. Më lejoni të jemi qartë, ky është një moment kritik për Shqipërinë dhe është kusht që ndryshimet duhet të bëhen, por me transparencë. Reforma duhet të adresojë se s'bën financimet politike në mënyrë që të parandalohen shkeljen e të ardhmen. Ndërkohë, kryekomisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi u ndal jo vetëm tek masat që duhen marrë, por edhe te sfidat që duhen plotësuar për të arritur auditimin e plotë të financave të partive. Konsiderojnë se kemi nevojë për rregulla të përmirësuara në lidhje me financimin e partive politike dhe të subjekteve zgjedhore, me qëllim që këto përmirësime na garantojnë një qartësi të plotë se kush financon kë sa, 2 auditim të plotë dhe domethënës, Nevojën për një ligj që garanton edhe më tepër transparencën për financimin e partive e vu në dukje dhe 2 bashkëkryetarit e Komisionit Posaçëm për reformën zgjedhore, Damian Gjiknuri dhe Oert Byllibashi. Fakti që ne vazhdimisht kemi bërë përmirësime në kodin zgjedhor dhe ka akoma nevojë për të parë, unë mendoj që edhe siç është shpesh rekomanduar edhe nga disa organizata, që dhe ligji për financimin e partive politike mund të jetojë më vetë. Nuk mundet të bëhet vetëm aspekti financimit pa parë edhe nevojën që partitë politike të demokratizohen nga brenda, dhe gjithashtu ato të kenë realisht një fushë kompetitive të hapur. Edhe pse Komisioni Parlamentar për Reformën Zgjedhore ka një afat 6 mujor, Ilirian Celibashi u ka lënë dorë të lirë ligjvënësve për te këtij afati, por ka vendosur dhjetorin e vitit të ardhshëm si datën maksimale për finalizimin e reformës.